Gjimnazia e Qerem Çabej do të rrisë kapacitetin e nxënësve nga 600 në 900 falë rikonstruksionit të ndërtesës dhe shtesës së re që do të kryhet në këtë godinë. Gjithashtu është parashikuar edhe pajisja e kësaj shkolle me një fushë sportive për nxënësit, që do të mundësohet falë shtrirjes së hapësirës së saj edhe brenda territorit të QSU-s. Ne do ta shndrojmë shkollën e Qerem Çabej në një qendër jo vetëm për gjimnazistët, për gjithë ata që janë mosh për shkollën e mesme në këtë zonë, duke rritur me 50% kapacitetin në 900 nxënës, ndërtimit të një palestre me standarde moderne, ndërtimit të një qendre multifunksionale, pikërisht këtu ku ndodhemi tani, si dhe në ndihmë dhe bashkëpunim përsëri me qeverinë aktualisht me Ministrinë e Shëndetësisë, gjerasin të falenderoj për këtë ministrin Tavo, nëpërmjet një zgjerimi në ambientet e QSU-s, do të përftohen ambientet e shkollës për aktivitete sportive jashtë, pra jo brenda në palestër, një fushë sportive jashtë shkollës, si dhe një hyrje e re për shkollën e Qerem Çabej. Ndërkohë që nxënësit tashmë janë duke kryer mësime në shkollat e tjera në kryeqytet, rikonstruksioni i ndërtesës së re do të përfundojë brenda 10 muajve dhe do të kapë vlerën e 126 milion lekë.